Конгресот на ДУИ, закажан за 20 декември, доаѓа како најделикатниот политички момент за партијата од незиното основање. По повеќе од 20 години доминација на политичката сцена кај албанскиот електорат, Демократската унија за интеграција за прв пат се наоѓа во ситуација без централна и без локална власт. Оваа состојба неминовно наметна самоанализа и храбри одлуки кои се очекува да бидат разгледани на овој конгрес. Изјави за реформи често имало во ДУИ, но какви треба тие навистина да бидат? Dhe unë mendoj që BDI kësaj radhe përveç që duhet bëj reformim të personave ose le të themi të njerëzve të cilët kanë qëndruar në krye të proceseve këto 20 vite, duhet të fokusohet më tepër në organizimin e brendshëm partijak dhe funksionalizimin e partisë si organ i cili ka trupat e vet brenda partisë. Политичките познавачи велат дека заморот на јавноста од истите фигури директно влијаел врз падот на поддршката на партијата, поради што е потребна нова енергија. Аналитичарот Сефер Селими вели дека оваа ситуација бара длабоки структурни интервенции. Do të ketë reflektim të thellë edhe nga vetë njerëzit të cilët kanë qenë në politikë më tepër se 20 vite dhe janë konsumuar nga opinioni publik, si dhe do të mundsojnë hapjen rrugë për energji të reja, për figura të reja. Со години партијата функционирала врз еден лидерски модел, па Селими вели дека ДУИ постепено треба да создаде стабилни органи кои ќе можат да опстојат и во моменти кога лидерот Али Ахмети нема да биде на чело на партијата. Se deri më tani ne kemi qenë të gjithë dëshmitar se barën ose peshën kryesore e ka mbajtur miti ose e ka mbajtur autoriteti i kryetarit të partisë politike, zotit Ahmeti, i cili për të thënë të vërtetën ka arritur që ta tërheq, le të themi në mënyrë figurative, zvar partinë e tij drejt fitoreve, vetëm duke u bazuar mbi kapacitetin dhe mbi mitin dhe mbi autoritetin e tij si figurë politike. Pra, për mua, në mendimin tim ose në opinionin tim është koha që BDI të filloj ngadalë shkputje nga miti i Ali Ahmetit dhe të filloj që të krijoj organe të cilët do të jenë të qëndrueshme dhe do të mund të mbijetojnë edhe në momentin kur zoti Ahmeti nuk do të jetë më në krye të partisë. Од ДУИ изразуваат уверување дека по конгресот партијата ќе биде поконсолидирана и со нова енергија во насока на остварување на своите цели. Dhe BDI gjithmonë ka qenë avangarde në skenën politike shqiptare për nga performanca jo vetëm kadrovike, po edhe për nga politikat të cilët dhe vlerat të cilat Bashkimi Demokratik për Integrim i ka promovuar dhe si rezultate asaj ka marrë edhe mbështetjen e qytetarëve. Prandaj presim një kongres të suksesshëm ku Bashkimi Demokratik për Integrim do të del edhe më i konsoliduar, edhe më energjik në drejtim të realizimit të përcaktimeve të saj. Со оглед дека остануваат уште 4 дена до одржувањето на конгресот, ДУИ е пред одлучувачки избор, или ќе продолжи со истиот пристап, истите политички актери, или ќе отвори ново поглавје со суштински промени. Конгресот на 20 декември се очекува да биде моментот кога оваа поделба ќе стане јасна, бидејќи без конкретни чекори секоја најава за реформа останува само декларативна.